Lumë të varfrit në shpirt, se e tyre do t'jetë mbretëria e qiejve. Lumë ata që vajtojnë, se do të ngushëllohen. Lumë zemërbutët, se do të trashëgojnë tokën. Lumë të uriturit e të eturit për drejtësi, se do të ngopen. Lumë të mëshirshmit, se do të mëshirohen. Lumë të pastrit në shpirt, se do të shohin Perëndin. Lumë paqebërësit, se do të quhen bij të Perëndis. Lumë të përndjekurit për shkak të drejtësisë, se e tyre është mbretëria e qiejve. Lumë ju kur t'ju shajnë e t'ju përndjekin, dhe me gënjeshtra të thonë të gjitha të këqijat kundër jush, për shkak se keni besuar në mua. Gëzohuni dhe ngazëlleni, se shpërblimi juaj do t'jeti madh në qiej. Kështu përndoqen edhe profetët përpara jush. Ju jeni kripa e tokës. Por nëse kripa e humbet shijen, si mund ta rifitoj atë? Nuk ka më asnjë vlerë, përveç se të hidhet e të shkelet prej njerëzve. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti i ngritur mbi një mal. Askush nuk e ndez kandilin për ta vënë në magje, por e vën në mbajtësen e vet, që të ndriçojë të gjithë ata që janë në shtëpi. Kështu duhet të shndris drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të përlëvdojnë atin tuaj që është në qiej. Mos mendoni se kam ardhur për të shfuqizuar ligjin e Mojsiut apo profetët. Unë nuk kam ardhur për t'i shfuqizuar, po për t'i përmbushur. Me të vërtet po ju them, derisa të jetë qielli e toka, asnjë dhe asnjë pikë mbi i nuk do t'i hiqet ligji të Mojsiut, para se të ndodhë gjithçka. Prandaj kushdo që e shpërfill njërin nga këto urdhërime, qoftë edhe më të voglin, dhe do t'i mësoj edhe të tjerët të bëjnë po ashtu, ai do t'jetë më i vogli në mbretërinë e qiejve. Ndërsa ai që do t'i zbatoj dhe do t'ua mësoj të tjerëve, do t'jetë i madh në mbretërinë e qiejve. Ja, unë po ju them, nëse drejtësia juaj nuk do t'jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe farisejve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve. Keni dëgjuar se të parëve u qethën mos vrit. Ai që vret do të dalë në gjyq. Por unë po ju them, kushdo që zemërohet kundër vëllait vet do të dalë në gjyq. Por kush i thot vëllait vet i pa mend, do të përgjigjet para Sinedrit, dhe nëse i thot i marr, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit. Nëse kur sjell dhuratën e blatimit në altar kujtohesh se vëllai yt ka diçka kundër teje, atëherë lëre dhuratën aty para altarit. Shkoje pajtohu më parë me vllain tënd. Pastaj ktheu e kushtoje dhuratën tënde. Shpejto të merresh vesh me kundërshtarin tënd ndërsa je ende rrugës me të, që ai të mos të dorëzojë te gjykatësi të roja dhe të përfundosh në burg. Me të vërtet po të them, se nuk do të dalësh që andej pa paguar deri edhe qindarkën e fundit. Keni dëgjuar se është thënë, mos bëj tradhti bashkëshortore. Por unë po ju them, kushdo që e shikon një grua me dëshirim, ka bërë tashmë tradhti bashkëshortore me të në zemrën e tij. Nëse syri yt i djathtë të çon në mëkat, nxirre dhe hidhe larg teje, se është më mirë për ty të humbasësh njërin nga gjymtyrët, sesa të hidhet i tërë trupi në ferr. Dhe nëse dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje e hidhe larg teje, sepse është më mirë për ty të humbasësh vetëm njërin nga gjymtyrët, sesa të shkojë i tërë trupi në ferr. Është thënë edhe, kushdo që e ndan gruan duhet i jap asaj letrën e ndarjes. Por unë po ju them, kushdo që e ndan gruan e vet, përveç rastit të kurvërisë, e shtyn atë në tradhti bashkëshortore, dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, bën tradhti bashkëshortore. Keni dëgjuar edhe se u qethën të parëve, mos bëj betim të rrem, por bëj atë për të cilën je betuar para Zotit. Ndërsa unë po ju them, mos u betoni kurrë, as për qiellin se është froni i Perëndis, as për tokën se është shtroja e këmbëve të tij, as për Jeruzalemin se është qyteti i mbretit të madh. Mos u beto as për kokën tënde, se as edhe një fije floku nuk mund ta bësh të bardhë të zezë. Kur të flisni, thoni po kur është po, dhe jo kur është jo. Çfarë thuhet më shumë, vjen nga i ligu. Keni dëgjuar se është thënë, sy për sy e dhëmb për dhëmb,
Por unë po ju them, mos hyjni në luftë me të ligun. Përkundrazi, nëse dikush të jep një shuplak në faqen e djathtë, kthej edhe tjetrën. Nëse dikush do që të hedhë në gjyq për të marrë tunikën, jepi edhe mantelin. Nëse të kërkon të ecësh 1 milje, bëj me të 2 milje. Jepi atij që të kërkon, dhe mos ja kthe shpinën atij që të kërkon hua. Keni dëgjuar se është thënë, duaje tjetrin, por urreje armikun tënd. Por unë po ju them, duajeni armiqtë tuaj, dhe lutuni për ata që ju përndjekin, që të bëheni bij të Atit tuaj që është në qiej, sepse ai bën të lind dielli i tij mbi të këqijtë e mbi të mirët, dhe të bjerë shiu mbi të drejtët e mbi të padrejtët. Sepse nëse doni vetëm ata që ju duan, ç'shpërblim do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe ta grambledhësit? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, ç'gjë të veçantë bëni? A nuk bëjnë kështu edhe paganët? Jini pra të përsosur, sikurse është i përsosur edhe Ati juaj qiellor. Ruhuni të mos i bëni veprat e mira në sy të njerëzve për të dukur para tyre, se kështu nuk do të keni shpërblim tek Ati juaj që është në qiej. Kur të japësh limosh, mos trumbeto me të madhe për të tërhequr vëmendjen, siç bëjnë hipokritët nëpër sinagoga e nëpër rrugë, që të marrin lëvdata nga njerëzit. Me të vërtetë po ju them, ata e kanë marrë tashmë shpërblimin e tyre. Po kur të japësh limosh, dora jote e majt mos ta di çfarë bën e djathta, në mënyrë që limosha jote të mbetet e fshehtë, dhe Ati yt, që sheh në fshehtësi, do të ta shpërblej. Kur të luteni mos u bëni si hipokritët, të cilëve u pëlqen të luten në këmbë nëpër sinagoga dhe udhkryqe, për të dukur para njerëzve. Me të vërtetë po ju them, se ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Po kur ti të lutesh, hyr në dhomën tënde, mbyllë derën dhe lutju Atit tënd që është aty në fshehtësi, e Ati yt që sheh në fshehtësi, do të ta shpërblej. Kur të luteni mos thoni fjalë të shumta si paganët. Ata mendojnë se duke folur shumë do të dëgjohen. Mos bëni si ata, se Ati juaj e di mirë për çfarë keni nevojë përpara se t'ia kërkoni. Prandaj, ju lutuni kështu: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Bukën ton të përditshme na i jep sot. Na i fal fajet tona si që a falim ne fajtorëve tanë. E mos na shtir në tundim, por na çliro nga i ligu. Nëse u a falni njerëzve pa ullësit, atëherë edhe Ati juaj qiellor do t'ju a fal juve. Por nëse ju nuk do t'u a falni njerëzve pa ullësit, atëherë as Ati juaj nuk do t'ju a fal juve ato. Kur të agjeroni mos merrni hije të rëndë, siç bëjnë hipokritët. Ata e shtrembrojnë fytyrën për t'u treguar njerëzve se po agjerojnë. Me të vërtetë po ju them, se ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Ndërsa ti, kur të agjerosh, lyeje kokën me erë të mirë dhe laje fytyrën, që agjerimi yt mos duket para njerëzve, por të duket para Atit tënd që është në fshehtësi. E Ati yt që sheh në fshehtësi, do të ta shpërblej. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja e ndryshku, ku vjedhësit thyejnë shtëpinë e plaçkitin. Prandaj mblidhni thesare në qiell. Atje nuk ka as tenja as krim që t'i brej, nuk ka as vjedhës që plaçkitin e vjedhin, sepse atje ku është thesari yt, atje do t'jetë edhe zemra jote. Syri është drita e trupit. Nëse syri yt është i fortë, tërë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Por nëse syri yt është i smur, tërë trupi yt do të jetë në errësirë. Nëse drita që është në ty është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira? Askush nuk mund të shërbejë dy zotrinjve. Ai ose do të urrejë njërin e do të dojë tjetrin, ose do të jepet pas njërit e do të lërë pas dore tjetrin. Nuk mund t'i shërbeni edhe Perëndis, edhe paras. Prandaj po ju them,
Mos u shqetësoni për jetën tuaj se çfarë do të hani e çfarë do të pini, as për trupin tuaj se çfarë do të vishni. A nuk vlen jeta më shumë se ushqimi dhe trupi më shumë se veshja? Shikoni zogjtë e qiellit. Ata as mbjellin, as korrin, as mbledhin në grunar, e megjithatë ati juaj qiellori ushqen. A nuk vleni ju më shumë? Kush nga ju me gjithë përkujdesjen për veten do të mund të zgjastaj qoftë edhe pak jetën e vet? Po për veshjet, përse shqetësoheni? Shikoni si rriten zambakët e fushave. Ata as nuk lodhen e as nuk endin. Por unë po ju them se as vetë Solomoni në gjithë madhështinë e tij nuk ishte veshur si ndonjë prej tyre. Nëse Perëndia vesh kështu barin e fushës, që sot është e nesër hidhet në furr, a nuk do të kujdeset shumë më tepër për ju o besim pak? Mos u shqetësoni pra, e mos thoni çfarë do të ham, çfarë do të pim, apo me se do të vishemi. Janë paganët ata që i kërkojnë të gjitha këto gjëra, ndërsa Ati juaj qiellore di se ju keni nevojë për të gjitha këto. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë e drejtësinë e tij, dhe ai do t'ju japë edhe ato gjëra. Prandaj mos u shqetësoni për të nesërmen. E nesërmja ka shqetësimet e veta. Çdo ditë i mjafton pikëllimi i vet. Mos gjykoni, që të mos ju gjykojë Perëndia. Sepse ashtu si të gjykoni, do të gjykoheni, dhe me masën që do të matni të tjerët, do të mateni edhe ju nga Perëndia. Përse shikon ashklën në syrin e vllait tënd dhe nuk shikon traun që është në syrin tënd? Dhe si mund t'i thuash vllait tënd, më lër të ta heq ashklën nga syri, kur ke traun në syrin tënd? Hipokrit, hiq më parë traun nga syri yt, e pastaj do të shohësh qartë për të hequr ashklën nga syri i vllait tënd. Mos u jepni qenve gjërat e shenjta dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave, që të mos i shkelin e pastaj të kthehen kundër jush e t'ju shqyejnë. Lypni e do t'ju jepet, kërkoni e do të gjeni, trokitni e do t'ju hapet, sepse kush lyp, merr, kush kërkon, gjen, dhe ati që troket do t'i hapet. Kush prej jush do t'i jepte gur fëmijës së vet, po t'i kërkonte bukë? Ose do t'i jepte gjarpër, po t'i kërkonte peshk? Nëse ju që jeni të këqij, dini t'u jepni fëmijëve tuaj gjëra të mira, aq më shumë ati juaj që është në qiej do t'u jap gjëra të mira atyre që ja kërkojnë. Bëjuni të tjerëve atë që dëshironi t'ju bëjnë ata juve. Në këtë përmblidhen ligji i Mojsiut dhe profetët. Hyni në për derën e ngushtë, sepse e madhe është dera dhe e gjerë është udha që të çon humbje, dhe të shumt janë ata që kalojnë nëpër të. Por e ngushtë është dera dhe e ngushtë është udha që të çon jetë, e të pakt janë ata që e gjejnë. Ruhuni nga profetët e rrem, që vijnë të veshur si dele, por që për brenda janë ujë grabitqar. Ata do t'i njihni nga frytet e tyre. A vile të rrush nga ferrat, apo fiq nga murrizat? Kështu, çdo pemë e mirë jep fryte të mira, ndërsa pema e kalbur jep fryte të këqija. Pema e mirë nuk mund t'i jap fryte të këqija, dhe as pema e kalbur nuk jep fryte të mira. Çdo pemë që nuk jep fryte të mirë, pritet e hidhet në zjarr. Kështu pra, prej fryteve të tyre do t'i njihni. Jo kushdo që më thot, o Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por ai që bën vullnetin e Atit tim që është në qiej. Atë ditë shumë veta do të më thonë, o Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd? A nuk dëbuam djajt në emrin tënd? A nuk bëm mrekulli në emrin tënd? Atëherë do t'u them, kur nuk ju kam njohur. Largohuni nga unë, ju që keni bërë pa udhësi. Kushdo që i dëgjon dhe i zbaton fjalët e mia i ngjan një njeriu të mençur, që e ka ndërtuar shtëpi në shkëmb. Rashi, erdhën përrejnd, fryn erërat dhe u vërsulën kundër kësaj shtëpie. Por ajo nuk u shem, sepse i kishte themelet në shkëmb. Kushdo që i dëgjon por nuk i zbaton fjalët e mia, i ngjan një njeriu të pamend, që e ka ndërtuar shtëpi në rër. Rashi, erdhën përrejnd,
fryn erërat dhe u vërsulën kundër kësaj shtëpie, dhe ajo u shemb. I madh që shkatërrimi i saj.